Të gjitha 35. Edhe kur ka patur fraksione, që miqtë mi janë ndarë, kanë kriju fraksione. Ti nuk je ndarë? Asnjëherë. Edhe ofertat që kam patur gjithmonë, sipas statutit Partisë Demokratike, kryetari që humbet zgjedhjet duhet largohet dhe nuk duhet kandidojë më. Jeni dakord me këtë që zoti Berisha nuk duhet ikë ose duhet ikë? Me kë jeni dakord? Shiko, është bërë një koncentrim shumë i madh reagimesh tek zoti Berisha. Unë mendoj që ka dhe shumë të tjerë që duhet të reflektojnë. Ka dhe shumë të tjerë që duhet të bëjnë një hap mbrapa. Unë mendoj se Partia Demokratike as nuk bërohet më e mirë, as më e keqe, vetëm me një person, me Sali Berishën, në krye apo jo. Unë mendoj që aty ka shumë persona të cilët e kanë kryer karrierën e vetë politike, nuk ka çfarë japin më as Partisë Demokratike. Të jesh deputet nuk është thjesht të jesh i punësuar në parlament, të mos ngatrojmë punësimin administrativ ose punësimin administratën e parlamentit me të qenurit figurë politike përfaqësuese. Shoh që shumë njerëz kërkojnë ndorheqjen e Berishës, natyrisht i mbetet atij për të reflektuar. Unë besoj që do ta gjej momentin e reflektimit dhe uroj ta gjej. Sepse ti mendon që Berisha do largohet? Shiko, nuk është fundi botës edhe largimi i Berishës, një ditë do të largohet Berisha nga Partia Demokratike. Pyetja që shtroj unë është... E i thotë jam misionar. Shiko, pyetja që shtroj unë sot është kjo. Çfarë do të ndodhë nëse largohet Berisha? A është kjo parti duke u përgatitur për të vijuar përpara pa Berishën? Së mirë me Berishën erdhi deri këtu çrën si ka. Ai mori 50 deputet, sa janë 50 deputet. Në fund të fundit riktheu atë që humbi gjatë rrugës, por pjesa tjetër a e mendon se ku janë në raport me misionin e tyre? A ka deputet aty dhe politikanë që mendojnë se përfaqësojnë një mision, përfaqësojnë një parti politike, apo thjesht janë të punësuar me listë për të qenë deputet? Mu më vje keq, shof atë garen e madhe brenda për brenda për të zënë një karrige deputeti. Ore, në fundit edhe pate karrige jetot, unë jetoj pate karrigen e deputetit edhe mirë... Jeton ti, po ata s'kam pun tjetër. Shiko, ka dhe një dignitet, du të ketë një moral. Dhe kur ti kërkosh tjetrit... Moral në politik? Shiko, kur ti kërkosh tjetrit dorëheqjen, do të mendosh edhe vetë sa ke fituar, sa fushat ke bërë, çfarë ke bërë. Berisha sigurisht e ka... Për mua, nuk ka çfarë bën më tepër, për mua... Pse rri pas e dëmton po thon? Nuk ka më ndryshim. Kjo statu quo është për ta gryer Partinë Demokratike. Nuk ka çfarë ofrohet më. Unë nuk besoj, Berisha edhe me qëndrimet për zgjedhjet, edhe me qëndrimet e tjera, është duke përsëritur veten. Po Trump është pro Berisha se ky është diskutimi më... Po se kam marrë në telefon akoma, nuk ma ka hap telefon. Riger nuk të tha gjë? Nuk ma kanë hap telefonin për këtë gjë. Nuk besoj, shiko, e di si është puna, ato respektojnë votën e qytetarëve. Qartë. Përderisa qytetarët shqiptarë votojnë, kaq është. Vim te kjo ëmbëlsira tani. Unë e lexova librin. Për 24 orë dhe e kam lexuar. Do të thënë, ishte i shkriftueshëm në stil dhe madje ti kam shkruar disa gjëra. Ishte Arben Çeku këtu brenda. Ironia, sarkazma, një rrëfim i rrjedhshëm, një stil i rrjedhshëm dhe një autoironi i pashpirt me veten. Nuk ishte i lodhshëm fare. Më bëri shumë përshtypje numerologjia, 11-qa. Kati 11 në të zgjedhjet, muaj 11. Ato sinjale të ynore, ai lart, baba të amore, sa kanë qeshur aty në Bençe. Ai lart, ai i madhi, ai baba të amori. Dhe disa emra që unë do t'i lexoj tani, personazhet. Tomor Erzeni, unë e kuptoj se për kë e ka Bençeku, por nuk po e them se për kë. Lule Shqerra, Fjolla Tymi, Drejtim Kthesa, Pajtim Karari, Breg Kodra, Mimoza Lastari, Puhiza Fresku, Qetësor Bubullima, Drinej Elezi, këto janë personazhet që unë sa i lexoja qeshja. Se unë disa i kuptoja se për kë i kishe. Të falenderoj për mundësinë që më jep. Nuk... Ky është romani. Po. Mund të kuptohet si roman autobiografik, por nuk është i tillë.
sepse nëse do kisha bërë një roman për veten time, nuk ka kuptim ta bëj për veten time. Por unë aty nëpërmjet këtij romani paraqes dramën e mira. Jo, fakti që ke në vetën e tretë mi njerëz, do të thënë që mund mos e kesh për vetë, ha. Çiko, të gjithë kur shkruajnë e përjetojnë kanë një pjesë të realitetit të tyre. Është hipokrizi të thush që e gjitha është fantazi. Absolutisht. Jo. Se titulli i njerëz për veten tënde, kandidat për kandidat ti. Jo, në qoftë se do ishte ashtu, do ishte analizë, do të ishte një ese, po kjo është roman, është Jo, ky është roman dhe pyetja e parë, përpara se të shkojmë te këto pyetjet e tjera. Pse u futen në letërsi? Unë nga letërsia vi. Unë me firmën e Dritora Gollit kam shkuar në shkollë. Si talent. Në cilin vit? Po, në 89-ën, një vit mbasi. Po gjulet letërsi? Po. Po një vit nuk ma dhanë shkollë. Nuk ta dhanë shkollën. Ti jetoj atëre? Në Durrës, kam punu në fermë. Ke punu në fermë një vit? Një vit, po. Po çfarë bën në fermë? Punë krau, punë si gjithë tjerët. Vilje? Punë bujqësie, jo vjelje, kishte punë më të vështira. Do të bëhet të kështu, hapje toke. Hapje toke, gjithë punët e bujqësisë. Sa e bukur ka, ambasadori, po prandaj kuptoj që bën çeku pse e punëtor ti, se ti ke bërë më të vështira. Madje kam punuar për shembull edhe në Ersek kam punuar. Në Ersek? Po çfarë në Ersek? Po pse a je nga Kuksi ti? Po jemi larguar në vitet 80. Në vitet 80 nga Kuksi? Po. Në cili fshat i Kuksit je? Lusen. Po pse ikët në vitet 80? Po ikim prindrit për të punuar, për të bërë një jetë më të mirë, edhe atëherë. Jo, si ishte lehtë atëherë. Ishte emigracion edhe atëherë. Jo, po si ishte lehtë? Shumë e vështirë. Po, dhe çfarë punë bënin prindit? Babai ka punuar në tregti. Po? Në bujqësi. Po dhe Dritora e Gollit, ty si jepnin të drejtën studimit, ti mbarove gjimnazin? Nuk ma dhanë, sepse kisha botuar edhe poezia. E kisha botuar ku? Te cilat, te Drita, te Zëri i Rinis? Jo, te Zëri i Rinis. Te Zëri i Rinis. Kisha marrë dhe i çmim dytë në Durrës për poezi. Në Durrës gjithmonë, çfarë gjimnazi në Durrës? Kam qenë Katuntri. Madje ndjes pas. Nuk e qenë në qytet në Durrës. Ndjes pas me Kololdashi na kanë nxjerr tek ka ato tabelat që nxirrin atëherë shumë të talentuarit. Po, ke qenë në shkollë me Kololdashi? Jo, unë nuk e di kush ishte Sokoli, po ke fotot që nxirrnin. Po. Mbaj me ato baluket Kolin edhe ndjes pas kemi qenë në të njëjtën kështu tabel nderi që quhet, po si talente si kështu. Po dhe si ishte rrethanat që Dritora e Golli sugjeroi emrin tënd për të vazhduar shkollën e lartë? Shiko, ka qenë krejt një takim i rastësishëm i njerëzve të mi dhe i kanë dhënë një fletore të timen me poezi që kisha atëherë. Edhe më ka bërë përshtypje që i kishte lexuar dhe kur e kam takuar lidhjet shkrimtarëve, ishte jashtëzakonshme për mua. Dhe i kishte nënvizuar gjitha poezitë, më dha disa këshilla dhe me thënë të drejtën kam edhe disa kujtime nga dritoroi. Mojko Mzeqo më kam mbështetur në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ata bën sugjerimin drejtoroi. Po, sepse për shkaqe biografike, unë vi nga një familje e përsekutuar politike. Ore, tani e përsekutuar që dhe të shuan Durrës, tani sikur s'u del llogaria mua. Ikem nga fshati. Kemi ikur. Çfarë dënimi kishit ju që ishit përsekutuar? Po gjyshi im ka qenë në burg në Tepelen 5 vite. Në cilat vite dhe për çfarë? Deri në 54-ën. Dhe për çfarë? Po për thjesht mbështes te këto diversanse në familja jonë është familje madhe. Kemi patur shumë probleme me regjimin, kemi të pushkatuar nga regjimi komunist. Kemi njerëz dhe ishte unë diversant. Kemi njerëz që nuk ju dihen varret akoma. Po është një histori tjetër që jo, tjetër është do të pyesun edhe për një gjë më të afërt se kaq po. Çeku mbi emri yt është Çeku, mbi emri yt është lidhur me çekët në Kosovë? Shiko, tani janë bërë disa libra dhe ka pretendime që kemi një marrëdhënie me Agimin. Me Agim Çeku? Jeni një trup? Kemi në Prizren, po ashtu, një pjesë të familjes. Jo, ne nga Kuksi, kur kërkojmë shumë e shumë, pastaj ne dalim edhe nga zona veriore e Kelmetit e kështu. Çeku mua më rezulton nga to. Ka dhe në Korçë, ka dhe në Mat. Në vitet 20-30, shumë kosovar, shumë po them, kanë ardhur në Shqipëri, po tek familje, jo kështu masive, dhe merrin në shtësi shqiptare. Tani, vim te kandidati për kandidat. Tani, fabula mua më... Pra, të sqarojmë te kandidati për kandidat. Spundo ka qenë pikërisht nga ajo biseda që kemi bërë dhe prej atëherë
Gjitha proceset i kam parë me këtë sy se si zhvillon me ironin, me thënë të drejten, edhe përpjekjet e gjithë atyre njerëzve që përpiqeshin të bëshin kandidat për deputet dhe nuk arrinin dot. Dhe kjo nuk është drama e një personi, unë kur nuk e shkruaj për veten time, është drama e shumë intelektualëve, dhe kjo është një apel për partitë politike që kanë mbyllur dyert dhe i hapin me listë, por nuk i hapin tamam. Dhe në qoftë se nuk bëhet demokratizimi real i partive politike, në qoftë se nuk ka shanse të barabarta, në qoftë se njerëzit që duan të merren me politik kanë barriera dhe pengesa, mos prit që të ketë ndryshim me Landi. Ka pasur shkrimtar që bën politikan, po edhe politikan që pasaj që bën shkrimtar. Ti ku je? Unë jam një gazetar që kam ushtruar zanatin e diplomatit, edhe shkruaj, për të mos pat ndoj pretendim për të qenë në shkrimtari, ma thjesht shkruaj, sepse unë të shkruaj në shoh si një dram, edhe është një, kur shkruan, unë nuk shkruaj për të bërë emër, as për të shtuar titujt, as për të shtuar parat. Thjesht, ky libër, për shembull, është një apel i madh dhe është një dramë e madhe që ndodh në politikën shqiptare ka 30 vjet, si majtas edhe djathtas. Kemi njerëz që përcaktojnë fatet e intelektualëve dhe njerëzve idealist në mënyrë të pamerituar, dhe kemi një grup njerëz që gjithmonë janë aty në obor, dhe kemi disa të tjerë që sillen me dëshirën për të dhënë një kontribut dhe nuk i qas njëri. Dhe ky është një libër që i drejtohet gjithë politikës shqiptare, pavarësisht se një pjesë sot është në pushtet, por edhe atje janë probleme të mëdha të karrierës, të meritokracisë, të përfqirjes së idealistëve, dhe nuk ka një mendim ndryshe. Vini re, bëhen forume politike, edhe majtas, po edhe djathtas, dhe nuk ngrihen t'i thonë mendimet, dhe vetëm kur ndodhin ndryshime të mëdha, atëherë fillojnë edhe mbajnë fjalime, jo po ndodhi kjo, jo po ndodhi ajo. Po ti ku ishe? Ose përcjell atë titullin, po ku ishe ti Adam? Sepse i kam vënë re, domethënë këto qasjet sezonale. Unë mendoj që duhet të ketë një qasje pak më serioze dhe njerëzit duhen respektuar kur vinë trokasin për të dhënë kontribut politik. Do lexoj një pasazh. Deputeti Pajtim Karari ishte nga ajo skile që e dinte sekretin e kësaj marrëdhënie të kryetarit të partisë me Breg Kodrën, sepse në mirëbesim babai i kryetarit Drino Erzeni ja tregoi me qëllim që të ruhej nga Uria Hipi i letrave të partisë. Pajtimi e pyeti Drinon se çdo të thoshte Uria Hip, sepse i kishte dëgjuar si emër, por nuk e njinte si person. Nga ta njinte Dickensin. Drino me fines për të mos e fyer se natyrisht ishte më i lexuar se sa mekaniku i dëkushëm, i tha se Uria Hipi nuk ishte një njeri i vërtet, por një heroj lehtësisë që simbolizonte servilizmin, nështrimin, mungesën e moralit shpirtëror, manipuluesin dhe lakmitarin e sëmur. Ben, kjo ironia jote dhe këto emra të mua më kanë shkrisë qeshuri. I kam patur dhe i shohim për ditë rrugëve. I shohim për ditë nëpër televizor dhe janë njerëz që jetojnë vërtet, edhe unë pavarësisht se nuk kam patur në mënyrë eksplicite në mendje persona të caktuar, sigurisht kam një eksperiencë 30 sa vjeçare, shumë që ke pasur në mendje ti persona të caktuar asnjë vend diskutimun, unë lexoj emrat Breg Kodra dhe unë e kuptoj se për kë e ke. Unë lexoj Pajtim Karari. Deputeti Pajtim Karari. Po deputeti Pajtim Karari. Për ata që na shikojnë. Fjala, sepse edhe kur kam vënë emrat, kam patur një farë qëllimi të caktuar. Për shembull, Pajtim Karari, edhe fjala pajtim, edhe karar, që vjen nga turqishtja, janë e njëjta gjë, pra pajtohesh, i jep karar, në një mënyrë ka një lloj pajtueshmërie. Dhe ai i kishte vënë karar që do të dilte në pension patjetër si deputet. S'mund të dilte ai më herët që t'i hapte rrugën një të riu. Edhe kjo s'kuptohet fare se për kë e ka Arben Qeku. Jo, kujt i djeglet ta mbaj. Unë e tha. Po. E tha. Jo, absolutisht. Do atë që unë kuptoj. Po. Ky nuk e thot. Po ky tha këtu, ati që i djeglet ta mbaj. Shiko, themi Pajtim Karari. Po. Unë e di se për kë do të them pas emisionit. Jo vetëm për atë. Jo, janë shumë pajtima. Të jemi sinqert. Ore për kë në mënyrë kështu eksplicite po them ore. Ore, janë shumë që do ta gjejnë. Edhe këtë Drino Erzenin. Janë shumë që do ta gjejnë veten aty. Më vjen keq, po do ta gjejnë shumë veten aty. E ke fut David Copperfield, e ke futur. Ke shumë gjëra aty, është edhe këto personazhet e tjerë prit Tamur Erzeni, edhe këtë.
Ai që i thot ai drejtori, nga si u bë, thot, ky, thot, pajtim Maniveli, thot, u bë si Machiavelli, thot. Po, e ka lexuar, po. Më pëlqeu dhe Lule Shqera. Lule Shqera, po. Fjolla Tymi. Po mirë, ajo Lule Shqera e merr atë vllajën dhe e çon për të parë ato magjirat për ta bërë figurë, për ta bërë. Po Puhiza Fresku? Prurje e re, pra që edhe që të gjithë Mimoza Lastari. Po që gjithmonë është një elegante, lastar gjithmonë. Po qetësor bubullima, edhe qetësor dhe bubullima. Po. Ben, shumë le t'ja lëmë në dorë atyre që do ta lexojnë. Natyrisht është një roman politik. Natyrisht që vëgishin në plagën e politikës shqiptare të këtij tranzicioni. Kush gjen përgjigje për pyetjet që ka patur gjatë kohës, më vjen mirë. Nuk dua t'i bëj reklam librit, se duket sikur bëj reklam për librin, por po është gabim ti bësh reklam librit? Unë mendoj, gabim. Gjithsesi, Reklam është fjalë, domethënë komerciale, po ti do ta bësh të njohur librin, po. Në vitin 2000 kam bërë një ese politike që ka kaluar pak në heshtje, quhet Demokracia e imponuar. Po, unë e kam lexuar. Po, dhe aty shqetësimi që kam ngritur unë është pse mekanizmat duhet të kontrollohen dhe të bëhen të tillë që të diktojnë ty vendimet që quhen gjoja demokratike, por që në fakt që në piknisje deri në përfundim nuk janë as pak demokratike. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka patur një mbivendosje të rolit të kryetarit ose të autokracisë dhe një zhbërje të mekanizmit të votës së lirë. Vota e lirë kërkohet tani për në parlament, po vota e lirë duhet kërkohet që brenda partisë. Po. Pra, edhe ky libër, për mendimin tim, ngre shumë alarme dhe shqetësime, sepse ne kemi bë 35 vjet dhe nuk jemi pjekur akoma. Edhe sa vite na duhet për të funksionuar si një shoqëri demokratike e lirë. Sa njerëz ke parë ti që ngrihen sot dhe t'japin mendime që do t'i japin pasi të largohet Berisha nesër pas nesër, që nësi ka. Do t'i japin mendime? Ju do jeni këtu kur të ngrihen pikërisht ato që i servilosën sot, do ngrihen dhe do thonë 100 zezat për te, sa po të japi largim. Sepse e njëjta gjë ka ndodhur, unë i kam njohur të dy. Unë kam punuar me Berishën, kam parë edhe se si funksiononte edhe me zotin Basha. Tani kjo ishte pyetja ime. I kam parë të gjithë njerëzit. Nga kush është gënjur më shumë, nga Basha apo nga Berisha? Them të drejtën, e fundit është zhgënjimi për lidhur me këtë angazhimin politik, të cilin e kisha me shumë rezerva, me shumë droje, por me shumë pasion, sepse ju e dini, u votova në zonën e Kukësit, isha i pari që dola si emër, dhe pastaj isha i fundit që nuk dola, mbeta kandidat për kandidat. Sigurisht që e kisha nga Basha, për shkak se do doja që të kishe një qëndrim më serios në raport me këtë gjë, ta vlerësonte angazhimin dhe votën e qytetarëve atje, dhe thoshte që për arsye X, që në fillim, por unë beta 3 javë në për televizione dhe ju qoja mesazh kolegëve të mi si puna jote, dhe i thoja, Agron Gjekmarka atëherë ishte, ende nuk ishte deputet, dhe i thoja, Goni të lutem, mos e përmend sepse nuk është ende zyrtare. Dhe u vura një pozitë shumë të vështirë. Pra, në njërin anë isha publikisht isha një kandidat, në anën tjetër u nënvlerësua dhe u bë një shkëmbim me dy miqë që nësi ka. Kush shkoi në vendin tënd? Shkoi një deputet shumë i mirë, Flamur Hoxha. Po dhe? Dhe kush tjetër? Flamur Hoxha ishte caktuar në Kamës, në fakt. Dhe kaloi nga Kamsa? Nga Kamsa shkoi në Kukës, dhe u kriju një mundësi dhe për Flamur Nokën që tjetë në Tiranë. Unë jam shumë i nderuar. Dhe më thënë ti që janë flamuj, jo flamur, po flamuj ti i ke kështu. Shiko, them edhe një gjë, nuk e cakton vetëm kryetari partisë karrierën, fatin tënd. Është i madh i Zot që i cakton dhe beso. Unë isha shumë i nderuar kur plasi sherri në Partinë Demokratike që unë nuk isha deputet dhe nuk isha i detyruar për të mbajtur pozicion. Po, sa vota more ti? Mora shumicën. Kalova dhe në atë komisionin që kishin vënë këto partia. Ajo pasaj. Po, do të thënë ti mora dhe urime nga ti je më i zgjënjur nga Basha që të la kandidat për kandidat, po Berisha nuk të vuri kandidat fare apo? Shiko, as ja kam kërkuar, as ka qenë. Por nuk të vuri ai, mo, që të kërkoje, ti të kërkoje, po s'kërkon ti mos je nga ata. Jo, kur si kam kërkuar askujt, por në atë periudhë Berisha ka qenë ish kryetar. Natyrisht kishte shumë njerëz që kalonin nga zyra e Berishës.
por unë kam respektuar gjithmonë institucionet, duke menduar që ai është kryetari i partisë, ma tek isha. Tani, edhe i pyetje për Romanin, kë vlerëson nga këta politikanë shkrimtarë politikanë, se nuk ka pak, se është Muziku Safaj, Namik Dokle, Ben Blushi, ka një grup. Është një klub shumë interesant, shumë i mirë, janë të gjithë të kulturuar, pikë pari, janë shkrimtarë të formuar, janë shkrimtarë që minimalisht njohin 1-2 gjuhë të huaja që lexojnë Dhe lexohen romanet e tyre. Dhe sot është sfidë, është një shkrimtar që ti jesh në treg, të bësh një emër se dhe duke qenë në politikë. Edhe duke qenë politikë. Se kjo është e rëndësishme. Janë një grup shumë i mirë dhe mua më vjen shumë mirë, mund t'i konsideroj shkrimtar modern. Natyrisht që letërsia. Po kë vlerëson prej tyre? Të gjithë për edhe këtu diplomatë ben? Jo diplomatë. Mirë, po ta bëjmë drejt për drejtë, si e vlerëson Ben Blushi? Mirë. E vlerësoj mirë. Mas më zgjinje kështu tani mirë për Ben Blushin, kaq dhe e the kështu më kpute shpirti më kpute. Jo, prit. Më kpute në mes të më kpute. Jo, po prit se nuk kam qefti. By the way, më fal, për më çesë Rafael. Besiku Safaj. Beni për shkak ka shkruar atë kandidati për atë të po ai kishte shumë, domethënë ishte specifikisht për një kandidat, kurse unë kandidat për kandidatën. Po Beni është një romancier shumë i mirë, shumë i kulturuar, shkruar në tekst shumë të mirë dhe beso ka një kulturë të madhe të shkruarit të tekstit, Ben Blushi. Besiku Safaj? Shumë i mirë, Besniku jashtëzakonisht shumë i mirë. Kam lexuar në përgjithësi gjithë librat e tij, biles së fundi lexova dhe një libër që më kishte mbetur pa lexuar, Fati i Marr, një libër shumë i mirë. Por është edhe Ahmet Preçi që po bëhet një shkrimtar shumë i veçantë. Mirë, jo flas tek ta shkrimtar, po patjetër politikan, po. Për Besiku Safaj, sado që shkruan dhe këtë që përmande se isha edhe në promovim dhe e kam lexuar, por përmes krimeve dhe mirazheve mua më pëlqen shumë. Nuk e zotësoj dot me asnjë. Je dakord me mua? Është pak a shumë edhe në atë si që ka pas bërë një fletore rezervat dikur edhe shko, Besniku është një penë e mpret, është shumë i mençur. Është i mençur, ka durim për shkruar dhe është nga të paktët ndoshta, mendoj, nuk e di, që shkruan me dorë. Unë për shembull shkruaj direkt në kompjuter. Besniku shkruan me dorë. Po, i shkruan me dorë të gjitha, i ka dorëshkrime kështu me dorë. Ne gënjem kur themi lexove dorëshkrimin tim, ndërkohë që ai nuk është ai është kompjuterizimi tim. Po. Është mirë, ka edhe femra që janë, për shembull, Flutura Açka është Flutura po si politikane, sepse tani ka edhe eksperiencën si politikane dhe nga brenda. Shoh tani se nga brenda. Po, do ketë prodhimtari tani. Ka shumë që besoj që do të bashkohen në këtë. Tani do të pyes diçka edhe për Partia Demokratike 4 fitore, 4 herë fituese zgjedhjeve, Partia Socialiste të majtë 7 herë në 11 zgjedhje. Duke se e rëndë është kjo. Shiko, në demokraci asgjë nuk është e rëndë, në demokraci gjithë duhet përgatiten të japin maksimumin. Nuk flas. Aman mos e fol si ambasador. Jo, sinqerisht. Aman se ti jo aq mirë, po ty e di kur flet kështu ti si zgjo unë, po të piskoj. Jo, nuk flas dot si militant se s'kam qenë kur militant. E beson si militant unë atë e the ti. Shiko, unë po që të thuash, po tani demokracia, po 4 mandate rresht në opozitë. Po, do të ulim kokën të kuptojmë pse kemi humbur. Po s'ka reflektim atje. Ky është problemi atje. Po, këtë synon ky libër, që të bëj një reflektim, që mos ti shiko Beni. Shpesh herë është marrë a priori si fitore, sepse kemi kryetarin, kemi ish presidentin, edhe me këtë fitojmë, kemi edhe presidentin Trump, por në fakt harruan që fitoria vjen nga poshtë, vjen nga populli, nga qytetarët. Ne duhet mësohemi të kërkojmë falje njerëzve për gabimet që bëjmë brenda për brenda. Ne duhet bëjmë respektin. Ata po shajnë popullin. Po ti mendon që do fitohet me këtë? Ore përgjegjës është populli, duan ndroj popullin. Janë sfida tjetër, janë zgjedhjet lokale. Unë mendoj që sot, ndoshta që dje, duhet kishte filluar refleksioni dhe reflektimi për përgatitur zgjedhjet lokale. Ja, po ti s'është bërë analizë të bëhet shtator, se 2021 nuk u bë Shiko, analizë. Do të them edhe gjë të fundit edhe se nuk duhet ta zgjas këtë punën e politikës. Por kam qenë ndërmjetës për të futur Partinë Demokratike të zgjedhjet lokale në 2019. Po kjo është një histori më vete. Ke qenë ndërmjetës? Po pse si fute?
Pyesni zotin Basha. Këtë pyes më? Pyesni zotin Basha. Pse? Pyes unë Lulzim Bashën me 1500 vota? Qa thua, më? Jo, ishte kryetar partia atëherë. Ore, 1500 vota që mori tani, ore? Ore, pyete pse nuk hyre në zgjedhje lokale kur u bën ra dakord për të bërë negociata. Kjo është një kapitull që është. Po pse nuk u fut? Po pyeteni pra, nuk e di as. Jo, unë nuk e pyes për vete, se nuk mund pyes një me 1500 vota. Ai ka marrë 1500 vota, 9 vjet kryetari PD-s, dhe të marrësh 1500 vota, më fal. Nëse personazhet që u angazhuan nuk do kishin sot poste të rëndësishme publike në Europë, unë do t'i përmendja me emër. Por sot nuk i përmend dot me emër, se nuk kam autorizimin për t'i përmend me emër. Por ka qenë një angazhim shumë serioz nga Gjermania dhe janë bërë edhe disa ftesa, një 8 ftesa nga Edi Rama. Po ti po na jep një lajm kështu, tani unë thash të mbyllit të kësaj, po tani pritani, mbaj çik frena tani prap. Unë me frena po e gjithkohës. Do thënë në atë që quhet gabimi i mirë rënd, faji mirë rënd i Partisë Demokratike që nuk futet zgjedhjet lokale të vitit 2019. Janë bërë negociata që ata të futeshin, duke lëshuar dhe duke i dhënë benefite. Sigurisht. Politike. Dhe cilat ishin benefite? Një. U kërkua për të ulur në bisedime për të që me Partinë Socialiste. Me Rama. Sigurisht, Rama pastaj bëri ftesat nga ana e vet. Po, e mbajmë. Ka bërë një shtat. Letra e bla bla bla. Ka bërë një shtat publike sepse donte të tregonte se unë jam i gatshëm për bisedime. Po, dhe unë nuk e di ku mbeti topi pastaj. Po kush e bëri? Kush e pengoi? Po pra, kush e pengoi? Nuk e di. Po që pengoi Berisha. Jo, nuk. Kishte lidhje Berisha. Kryetari i partisë ishte Lulzim Basha dhe unë po të them. Do të pyesni zotin Basha pse nuk hyri pasi pati dhe negociata. Kishte mbështetje për të. Ben, nuk e pyes Ben. Është shumë e dhimbshme, dëgjoj Benin. Po nuk e pyes o Ben. Unë se pyes. Ore, o Beni, si mund ta pyesësh tani me 1500 vota? Ore ti je i nderuar, ti më vërtet ngele kandidat për kandidat si ky titulli. Po ty të votuan njerëzit. Jam shumë i nderuar. Ty të votuan njerëzit. Po 1500 vota? Shiko, mua biles që ta dish nuk më është dhënë ndonjëherë mundësia t'i falenderoj gjithë ato demokratët e Kukësit që votuan për mua. Unë vërtet nuk bëra shënime mbrapa sepse nuk doja të përfshija në konflikte, por realisht kam një pikpyetje shumë të madhe Landi. Pas gjithë asaj periudhe ku u angazhuan njerëz shumë serioz për përfshirjen e opozitës në zgjedhje lokale, opozita më në fund vendosi të mos hyjë në zgjedhje. Dhe ajo dramë cili ishte negociatori huaj? Personalitete shumë të rëndësishme. Edhe sot të Evropës? Po, të Gjermanisë. Të Gjermanisë? Edhe sot kanë poste shumë të rëndësishme. Po, ma thuaj. Jo, nuk e them. Nuk e them. Jo, nuk mund ta them dot. E bërë diplomat. Tani, Mehmet Çeu 27 vjet 3 muaj, Edi Rama 12 vjet, Enver Hoxha 9 vjet 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet e 1 muaj, Sali Berisha 8 vjet. Çfarë do të thoni ka kjo? Kryeminist. Se po thuaj se ajo bëj gjithë këtë pyetje. Shiko, kjo është një statistikë që tregon shumë. Jo, mund të qeverisësh 2 vite dhe mund të bësh reforma dhe ndryshime shumë të mëdha, mund të qeverisësh. Se me difrashë janë këta? Shiko. Sa aq ndendim me difrashë. Shiko, edhe Edi Rama pse të qëndrosh, është një lloj mund të qëndrosh në klasë 7 ose në klasë 6, 5 vite, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka se çfarë po bën. Mos mendojmë ne se është zgjidhja pse s'ka fituar opozita, është zgjidhja kjo që është një statu quo. Po? E cila nuk po sjell në ndryshim të madh. Nuk ka arsi një nevojë e ndryshimit. Është një pamundësi e ndryshimit, por jo se ka ndodhur një ndryshim i madh fakti që ka edhe një mandat tjetër Edi Rama. Nuk ka rëndësi numri mandateve. Rëndësi ka cilësia e jetës së qytetarëve, rëndësi ka se ku rreshtohemi ne në raport me të tjerët dhe ato vitet mund të qeverisësh 3 vjet, mund të qeverisësh 10 vjet, 20 vjet, nuk ka rëndësi. Për mua nuk i kushton shumë rëndësi vitet. Nuk jam statisticien për këtë. Tani krenaria jote më e madhe në jetën tënde, nuk janë as këto, do të thënë, romanet e as karriera jote, po janë 2 fëmijë të tu të mrekullueshëm, 2 djemt të tu që janë model jo vetëm për familjen e madhe Çeku, po modele edhe për shumë shqiptar tjerë. Tani na trego pak për ata 2 yjet e tu të jetës tënde. Edhe unë si shumë baballar të tjerë, jam një baba i dështuar. Sepse... Një baba i dështuar? Po. Si du t'jesh krenar për fëmijët e tuare? Jo, prit. Sepse nuk arritëm t'i mbajmë në vendin tonë. Fëmijët e mi janë shkolluar dhe kemi investuar... Si quhen djemtë tu? Jon dhe Rin Çeku. Joni ka mbaruar në universitetin... Sa vjeç është Joni? Joni është 26, ka mbaruar në Universitetin e Torontos për matematikë dhe ekonomi. Rini ka mbaruar... Jo, Joni ku punon? Joni punon në një bankën më të madhe kanadeze, TD Bank quhet.
Më vjen keq se Djali tjetër, prit, djali tjetër? djali tjetër ka mbaruar kolegj për inxhinieri ndërtimi, Rin Qejku. Ku? Në Toronto. Në Toronto, të dy kënë Toronto. Të dy janë në Toronto. Po ti rrin Tiranë me gruan djend atje, çfarë bën ti këtu? Edhe shkruajmë libra. Po kështu, shiko, nuk jam vetëm unë, janë me mira familje shqiptare që jetojnë këtë lloj drame dhe më vjen keq. Po tani ata janë bërë I vetmi janë bërë kanades tani ja je bërë ti kanadesës. Jo, ata Si ja bën mo? ata mbeten shqiptar, si shumë mira shqiptar të tjerë të ri, janë një brez. Mbaruan të mesme këtu. Po, janë një brez i mrekullueshëm të gjithë. Dhe uroj që një ditë Shqipëria të bëhet e tillë që të kenë mundësi të kthehen edhe të kenë një shans për Duan të vinë? Po, patjetër. Duan I ndjekin. Të punojnë në një ministri për një sektori me rrogën 500.000 lekë, jo 700.000 lekë. Jo, nuk është vetëm zgjidhja ke shteti, ke punë e shtetit. Po të kush? Ata mund të vinë të punojnë privat, mund të punojnë për kompani të ndryshme. Tani tregu është bërë global, nuk është thjesht Shqipëria. Por kur thash një babai dështuar, thash në kuptimin që ne nuk po I mbajmë fëmijët tanë këtu dhe këtu jemi të gjithë nga pak fajtor, sigurisht, që nuk ngrejmë zërin siç duhet, që I bëjmë konformistin dhe në kohë diktaturës dikush ngrihej dhe mbante një fjalim edhe e mendonte që të shkonte edhe në burg, por atë që mendonte e thoshte. Sot është për të ardhur keq, që në forume politike, në forume publike, njerëzit e përtypin të vërtetën nuk e thonë. Dhe për aq kosa ne bëhemi... Ti e ke thënë? Jam përpjekur, por nuk kam patur mundësi... Po ku të pyet ty, Joni dhe Rin, ku të pyesin djem do? Do ikin ata, do studiojnë ku duan ata? Nuk e thash për raport me fëmijët. Po jo, se the janë babai dështuar. Raport me shoqërinë. Si e the këtë janë babai dështuar? Po pyet edhe të tjerë që ju kanë ikur fëmijët. Një sekond, ty të kam parë babain më të përkushtuar, edhe kur mbaronim gazetën Panorama në orën 12:01 të natës, edhe shkonim në shtëpi, thoshe po ha buku atje, kalamajt janë në gjumë, kam frikë se mos I zgjoj. Nuk është thjesht një raport ndërpersonal I imi me ta, sepse ne jemi një familje lumtur edhe kështu si jemi të ndarë në një farë mënyrë sepse ato kanë Vinë shpesh këtu? Vinë shpesh, edhe unë shkoj shpesh. Edhe ti shkoj shpesh? Po, shkoj shpesh. Shkoj shpesh, minimalisht 4 herë në vit, po. Në Kanada, ha? Po. Po ata sa tani më duket si rruga dikush me Tiranë-Kukës. Që më the, më bëtë që këtej mafja. Që ishte 8 orë. Tani atë romanin për këtë babai dështuar, dhe e vure titullin me babai dështuar. Ja, nuk besoj që do ta shkruaj. Pse? Po nuk ka që të shkruaj. Bukur ma, që kandidat. Shiko, realiteti e te kalon në letërsi. Kështu që është një dramë që besoj kanë shumë familje shqiptare që vuajnë edhe kur e thash në emër gjithë atyre që I takoj. Çfarë thonë djem kur lexuan këtë kandidati për kandidat? Qeshën? Me thënë të drejtën ua kam bërë surprizë. Nuk dinin? Nuk e dinin askush. Po kur e lexuan? Tani ua kam thënë për ta lexuar, nuk e di. Përgjithsisht. Mos kanë harruar shqipen ore? Jo, absolutisht. Na çuditë tani. Jo, shqipja përkundrazi janë të angazhuar, sidomos Joni është I angazhuar me të rinj shqiptar në Kanadat dhe është për ta. Votuan çunat? Janë mira shqiptar në Kanada. Po e di, po votuan djemt? Nuk I kam pyetur. Ore unë po them jo për kë votuan, a votuan? Nuk I kam pyetur. Po ti s'ke babai dështuar, ti qenge dështar, ki madh. E the ti se thash më. Shiko, ka një gjë. Ore të pak të votonin, ore. Dëgjoj Benin, kanë tjera prioritete. Edhe me thënë të drejtën. Po, edhe me thënë të drejtën, dëgjoj, këto zgjedhje kanë qenë zgjedhjet më qesharake që kanë ndodhur ndonjëherë. Dhe mundësia për të zgjedhur atë që ti do ka qenë shumë e vogël. Edhe shi çfarë ka ndodhur me votën e diasporës. Sot fillojnë akoma duke diskutuar votën e diasporës. Është për të ardhur keq që diaspora nuk pati një përfaqësim të vetin, mjaftueshëm këtu. Prandaj nuk ka votuar. Kemi ricikluar njerëz që kishin dalë nga politika, kishin dalë në pension politike dhe I kemi rikthyer si përfaqësues të diasporës dhe asnjë nga diaspora nuk është aty. Ku janë të rinjtë të diasporës? Vetëm në Toronto mund të ketë mbi 6.000 të rinj. 6.000 të rinj? Po, sigurisht. Vetëm nga Fierje, nga Tirana mund të jetë 20.000 shqiptarë në Toronto. Kështu që është një dramë që meriton. E mbyllim Bençeku se ma kpute shpirti me këtë janë babai dështuar. Unë do ta mbyll. Shiko, unë do të merreni, lexojeni këtë romanin Kandidati për kandidat se nuk do zhgënjiheni Arben Çeku ka bërë një roman me të vërtet
është kështu për të lexuar tani në plazh, në këto ditë të nxehta, kështu për ta Që marrë me vetë. diskutohet për vjedhjen e votave brenda jashtë partisë. Brenda dhe jashtë partisë. Ku armiku është edhe jashtë edhe brenda. Lidhur me babain e dështuar, po vë një bast në kohë, uroj ta mbash djalin këtu. Po që se ikën djali do mbësh një mesazh. I thuaj që edhe unë jam. S'të premtoj dot, sepse ata janë të lirë, the vetë janë të lirë. Janë të lirë pra. Por nuk ndikoj dot. Ne dhe Shqipëria ka për detyrë të përgatisi Shqipërinë për brezin e ardhshëm. Ne nuk po e bëjmë sa duhet, prandaj jemi të dështuar. Okej. Arben Çeku, të falenderoj shumë për këtë intervistë shumë dimensionale. Nuk ishte vetëm një. Shumë faleminderit. Dhe të uroj suksese për romanin Kandidati për Karaman. Faleminderit. Faleminderit Landi. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot nga unë Roland Çafoku, mirupafshim.